Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Fillimisht Allahun e madhuar falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Elusi Allahun xhalla xhelalu që këto takime tona, këto dhe kudo që takohemi e të bëhemi, të bën të dobishme për neve, të frytshme, në shërbim të përmirësimit të gjendjes tonë, të raporteve me Zotin dhe raportet tona në përgjithësi, dhe dhashtë Allahu që edhe ky kontribut dhe kudo që takohemi të jetë në favorin e shpëtimit dhe shpëlimit tonë ditën e gjykimit. Pas falëndimit Allahut mënduar, normalisht unë falenderoj edhe Këshillin e Bashkisë Islame në Skënderaj, në krye me kolegun tim dhe imamin nderuar dhe dëshum Hoxhin Ibrahim, sekretari i Këshillit, Arnar Efendiu si kryimam, hoxhallarët që janë prezent, në veçanti Hoxhin Berat për këtë iniciativë, për këto aktivitete të vazhdueshme, që të pasurohet mendja e çdo kujt me neve me udhëzime të duhura. Kam shumë më të vërtet kënaqësi që prezent e kemi edhe Hoxhin Lukman, që është vjetër, po në veçanti edhe generalin Gjevahir që është këtu prezent me neve. Zoti i shpërblej për kontributin që keni dhënë, për mundësinë që sot jemi ne sot bashkë këtu. Zoti i mëshiroj dëshmorët tanë që kanë shku e ata që kanë kontribu në emër të Zotit e të besimit tonë, Zoti i pagu më të mira. Ndërnëzër të flasim për temën pse jemi musliman, mund tjetë nga një aspekt interesant, po nga një aspekt mund tjetë e çuditshme. E pse duhet me bo këtë pyetje? Mos vallë kemi ardhë në udhkryq, mos vallë kemi ardhur tek dyshimet, mos vallë po kontestohet përkatësia jonë e tash duhet me fol apo ka arsye tjera. Të flasim pse jemi musliman të ndërrullazër prek nivele të ndryshme të jetës tonë. Së pari, nivelin njerëzor. Pse njeri është musliman? Pastaj pse një shqiptar të në musliman? Pastaj edhe pyetje tjera që sesla pyetje e ka përgjigje vetë në ligjërat të posaçme. Unë dua të bëj një nismë të përgjithshme, pastaj do të tentoj që dal nga dal në një kohë jo shumë me zgjat, me ardhur duke e ngushtu temën deri në kohën tonë edhe deri në mesin tonë. Fillimisht të nderuar vëllezër, është dëshmuar me gjitha studimet që i janë bërë të së kaluarës njerëzore, se njeriu asnjëherë nuk ka jetuar pa fe. Çfarë feje ka pas është çështje tjetër, por nevoja për ta përmbush veten fetarisht dhe nevoja për ta përmbush veten me besim ka qenë e shprehur në gjitha kohrat, në gjitha vendet. Çdo civilizim dhe kulturë të kaluarën edhe tash e gjithmonë kanë pas fe. Që jep me kuptu se feja është natyrshëm e lidhur me njeriun. Madje konsiderohen periudat e errëta dhe konsiderohen, domethënë, periudat të rrezikshme dhe shumë të dëmshme për njeriun, ato periuda pse shumë më fatshkurte kur është tentuar që njeriu të zhvishet nga feja tërësisht. Sigurisht se ka qenë periuda e komunizmit që ka tentuar njeriu me zhvesh komplet nga feja e tij, që njeriu mos beson Zot, të jetë një ateist, pa kuptim, pa bindje, po thjesht mohon Zotin Azza. Sot besoj që në këtë botën, e veçanërisht në vendin tonë, kjo periudhë nuk përmendet as nuk kujtohet më të mirë. Se nuk e kemi paharin për në besim jo se jo, po as kombëtarisht, as fetarisht, në asnjë mënyrë nuk e kanë paharin, po veç në dëmtuar. Andaj çdo periudhë të ndërozur që njerëzit kanë tentuar me u zhvesh nga feja, njihet si periudhë e errët e tyre. Në nën tjetër, Allahu xhallahu ala është krijuesi i njeriut. Dhe këtë e pranojnë shumica dërmuese e njerëzve dhe sot të kaluara. Si e manifestojnë besimin është çështje tjetër, po njerëzit e pranojnë se Allahu është krijuesi. E tashmë si njerëz duhet me bëni një pyetje për te këtij deklarimi. Na themi se Allahu është krijuesi, po, kjo është një deklarim. Por ky deklarim nuk duhet me qenë statik, duhet me qenë pak më fleksibil, pak më i levizshëm. Duhet pak me shkun këtë deklarim. Kur thu se ka Zot, ka dalë burë, çka i bjen, unë me pru se ka Zot. Për shembull të vëllezër.
Nëse themi se kjo xhami ka imam, a ndron diçka situata nga kur themi kjo xhami nuk ka imam, a njëjtë? E nuk ka njëjtë. Kur thu ka imam, do me thonë, kur bëhet e kametit e syrë kush përqohet, se hoxha është për këtë punë. Do ne dim kush na prin, e dim kur të nalëm kush e ma një gjeratën, apo? Nuk konkurojmë me ita ashtu se dim kjo xhami në zonë. Mullaberimi thotë në zonë është, konkursi për xhami tjetër. Do në realisht, prezenca e dikujt me një vend, nuk është njësi mos prezenca e ti. Që ashtu është edhe Zotit Azogjel. Kur themi ka Zot, a është njësi kur themi nuk ka Zot? E nuk ka njëjtë. Mirë, kush përfaqet dallimi? Dallimi shpërfaqet pastaj në kërkesat e kësaj deklarate. Unë them ka Zot, domthon kur pranoj se ka Zot, deklarimi se ka Zot ka kërkesa. Sikur se ka kërkesa kur themi ka xhamia ka imam. Çfarë kërkesa ka? Kërkesa ka se duhet me vet imamin apo më ders. Kërkesa ka se çile xhamia në 7 anë 8. Kërkesa ka për shkakun se duhet me ngun hutbë. Ata obligon që kjo fakti se ti thush ka imam. Mirë, kur themi ka Zot, ky deklarim ka kërkesa. Sa ma tepër i përgjigjemi këtyre kërkesave, ma tepër e qetësojmë shpirtin. Dhe më mirë e dim se ku duhet më rreshtu. Tash, kur themi ka Zot, dhe Zoti na ka krijuar, besojmë në Allahun si i gjithfuqishëm, si i gjithdijshëm, pranojmë që begati që na i gëzojmë sot, buka, uji, oksigjeni, këtë që kemi nga Allahu i kemi, ai na i ka dhënë, ne jemi shfrytzues të begative, andaj mundohemi me apo shqyrin Zotit për të punë. Ngrit një pyetje e madhe. Nëse Zoti është kujdes për neve në aspektin material, ndërsa nuk na ka krijuar për këtë, atëherë a është kujdes për çka për tek kësaj veç ka që kujdes për neve? Pyetje. Përgjigjja vjen më saj, po, Zoti është kujdes për neve që ne ti kemi të gjitha kërkesat e jetesën mbi sipërfaqen e tokës të përmbushura. Mirë po, krahas përmbushjes së kërkesave materiale, Zoti ka përmbush edhe kërkesat shpirtërore për njerin, edhe kërkesat e brendshme, që njeriu mos të lejtit, mos të bredh, që ta ketë të qartë rrugtimin drejt Zotit të tij, ta njeh Zotin e vet, ta njeh adhurimin dhe në bazë të këtij adhurimi ta organizon jetën e tij mbi sipërfaqen e tokës. E tash, hapi i dytë është e qysh është kujdes Zoti për neve në kuptimin fetar? Për shembull, të ndodhur. Kur thush Allahu është kujdes për neve që na me pas mjaftueshëm, për shembull, ose them kështu, Allahu është kujdes për neve që ne të ushqehemi. Është kujdes për neve të ushqehemi. Çka nuk kupton kjo kujdesi ti? Nuk kupton se mas pari ka kriju tek njeriu organe që realisht kanë me ndihmu në përpunimin e ushqimit dhe përfitimin nga ushqimi, apo? Nga se çfarë kuptimi kështë me pas ushqim, po mos me pas kush ta përpunon ushqimin mbrana. Me shkuve si copë në bark. A kështë me pas logjik? S'kështë me pas logjik. Para për shembull Allahu xhallahu ala e ka përmbush ndaj te begatin e ushqimit, ama ka kallzu ka do të më shtiat ushqim, s'ta ka marrë gojën atë. Çka kështë bëti me ta? A kuptoni duket të thjesht, po kur logjikon më atje për ush, sa isëm ka shku mendja, e po ne këtë mendje të stopuar dura me lëviz, për me mendu ka pak drejt qëllime më madhore se thjesht ushqime. Andaj, Allah është kujdes për ushqimin tonë, do me thonë, duke na jep trupin, duke na jep epshin që e kërkon ushqimin, duke na jep shëndetin që e përballon ushqimin, duke na mësuar çka duhet me hongër, çka s'duhet me hongër. Se jo gjithçka që atim për rrugë me hongër. Po të ka mësuar çka me hongër, pjesë e kujdesit. Apo, nga kujdesi i Allahut për njeriu është që edhe kushtet klimatike i ka përshtat në favor të ushqimit të tij. Mund bjen shi, se mos më ra shi të sun han buk. Ka bu një tokë të pleshme, mos e pas ku me miell farën e grunit të sun han. Po kush e ka bu tokën, kush e ka bu shiun, kush e ka bu këtë proces që të jetë funksional, që kur bashkohet toka dhe dielli dhe shiu,
e japin frytin. Kush e ka bërë këtë proces? Allahu xhallahu ala. Andaj kjo është kujdesi Allahut për ushqimin tënd. Mirë, kujdesi Allahut për shpirtin tënd, si manifestohet? Një sikurse e jashtme. E ka bën një gojë, ajo gojë është zemra. Ajo zemra han këtë ushqim. Ka dërguar Allahu pejgamber, ka zbrit libra që në bazë të kësaj ti me ditë çka të kërkohet, çka duhet, çish më bëj, çish më beson Allahun te barekotar. Dhe pejgamber kanë ardhur një mas një. Dhe disa kanë besu, disa s'kanë besu. Mirë po njerëz e din historikisht se mbi sipërfaqen tokës ka pas pejgamber. Ka pas pejgamber. Dhe më thonë, deri që tu, krejt njerëz janë bashkë. Apo shumica njerëzve janë bashkë. Ka një Zot, ai kujdeset për neve, ne jemi robët e tij. Ai na ka mësuar si me adhuru, duke dërguar pejgamber, duke zbrit libra atë. Tash, disa po flasash për besimet e mëdha që sot dominojnë njerëzimin, disa ju ndonë gjëstutë, ditë e Musa a.s. E pse s'besoni Isa a.s. si pejgamber? Jo s'është pejgamber. Po mirë, nëse përdorim standardin me cilin kena besu se Musa është pejgamber, a i përshatë dhe Isa a.s. Po komplet vëllafë, komplet. Mirë, disa ju ndonë të Isa a.s. E pse nani të Isa a.s. Pëse për vazhdojnë të Muhammed a.s. Edhe këj ka me liber, këj ka një pejgamberi Allah të azogjen. Argumente që kanë bo me besu se Musa është pejgamber a.s. A i ka pejgamberi jonë Muhammed a.s. Po edhe ma shumë vëllë e pëtën. Dhe me thonë, njeri të ndërëzër i është përgjithë i kërkese, gjithë mund në formë ndryshme, po i është përgjithë. Zotë është kujdes për neve. Tash na, në bazë të kësaj logjike që e përmena, dhe këti kujdesi i nur, na diçka duhet me konë. Na duhet diçka me konë. Duhet me konë besimtar, pa tjetër. Po tash, ka forma ndryshme të besimit, që sot janë prezent në tregun e njerëzve. Na këna përzjedh me konë musliman. Në këto ofertat që janë, na këna përzjedh me konë musliman. Që kjo përzgjedhje jona për me konë në musliman të ndërvëzër, për shkak se është përzgjedhja më e mirë dhe e duhura, dhe ajo që në përputhje me natyrën njerëzore, jo rrallëherë është bërë zhurmë rreth saj në forma të ndryshme që të kontestohet përzgjedhja ato. Përzgjedhja. Prandaj për të na thuhet, edhe shpesh në vende tjera, është përhap me dhunë, s'është pun bindje ato. Dikun është përhap me interesë, dikun mirë po i shmangen asaj kryesorës, pse na jena musliman. E na duhet me ditë këtë qartas, jo pse dyshojmë, po për konfirmim personal, për shtim të bindjes dhe për përgjigje dur karshi çdo kujt që dyshon pse na sot jena musliman. Në nuk kena musliman përse e kena marrë kulturën e dikujt me ja kultivu e kanë lënë të nevën. Nuk ka që ashtu. Argumentet janë këtë të kundërta në raport me këtë pretendim. Në nuk kena musliman përse e kena pas gjyshin musliman. Të sa për ata e kështu mënon gjyshin matë, që i kena lënë shumë sa me gjyshrave tonë. Jo kështu mënon edhe fenë. Po se kena lënë fenë ata. Andaj, gjdo dilim që ngritet rreth kësaj përgjigje, pse na jena musliman, e kupton të se është dilim ose tendencioze, ose ignorant, ose është xhelozi, ose është vetëm thjesht një shpifje. Na nuk jena musliman sot në këtë shekull, në këtë kohë, në këtë vend sot, për shkak të asnjë asaj që thuhet. Po jena musliman për shkak se diçka o dashur me kon. Njëri natyrë nuk kon besimtar. Zoti është kujdes që na me kultivu besimin. Dhe në kuadër të ofertave në treg, ka dorë Zoti më ndru me marrë në ofertën e durët besimit islam. Dhe e kena kultivu, dhe vazhdojna me kultivu, dhe vazhdojna me e rriti, jo vetëm vendin tonë, po në gjitha vendet e botës. Sot nëse lexoni për fen më përhapur mbrana një kohë caktuar kohore atë. Nuk ka fe që ka bë kcim kaq të madh se kur Islami nisë nga zora atë. Unë më këshyr, sa ka këthy për 10 vite, 2010, 2020 me më këshyr, sa ashtu numri muslimanëve,
është parafërsisht 30%, parafërsisht është më pak në raport me këtë fe tjera ato. Bashkë me i von, nuk kam pas kësim sa veç Islami ka pas për 10 vjet ato. Andaj nuk është e mundshme krej këta për të njëjtën arsye, me pas dhunë krej këta. Krej këta me pas interes, teka me e pamundshme ashtu. Andaj anda duhet me kuptu pse na në musliman të vëllezër. Çështja tjetër të ndërlozër që ka bërë me këtë pyetje është se të jesh musliman, nuk është veç për neve është një deklaratë. Nuk është veç një përkatësi individuale, nuk është veç namaz. Po flas për neve, se është një popull këtë e komenton në formën qysh ati i takon. Për neve si shqiptar, Islami është pjesë e pandashme, pjesë e integruar e identitetit tonë, e kulturës tonë, e historisë tonë, e sakrificave tona, e kontributit tonë. Andaj nëse jek Islamin nga përbërja jonë kombëtare, realisht t'jek me ta shumë sene, që në fundi pastaj nuk di që kam besu. Kështë nuk është thjesht me thirë me thonë, duhet me lënë Islamin. Së është kjo, hin një shpije, dilë për një shpije. Nuk është kështu. Të në janë shekuj, janë sakrifica, janë kontribute, është dije që o derë, është organizim, është levizje, është frymë. Krejt të shumë tjera, këna kalu në sfidat të lejshme. Në gjitha këto e këna bajt Islamin bashkë me neve, ku këna shku, kur se këna lonë kërkun. Prandaj, ata që thujnë për me lonë Islamin të ndëllëzër, ose mund t'jenë të qmendur, ose ignorant lidhje s'kanë me historinë tonë shqiptare, ose kanë tendencë armicore për më na shkëpuan nga rënje tona, pastaj me na frihera ka, ata dojnë apëton. Prandaj, nuk është çështje thjesht, mos me kohë musliman, veçanërisht për neve, veçanërisht në kohën tonë, mas këta dhe që na ka ndodhur e ku kemi kalu dhe ku kemi ardhur. Dhe është fyrje për mentalitetin tonë, është fyrje për të kaluarën tonë, është fyrje për burninë e të parëve tonë, për guximin, heroizmin e tyne, për sakrificën e tyne, është fyrje e intelektit e tyne, e kulturës, e të kaluarës tonë, është fyrje me thonë se e kanë marrë me zërë s'kanë posë qare. Fyrje kjo. A të ndërozë, disa të rrata, kalojnë, shkojnë, nuk mirë me to, po nëse nalësh, është ka dalë, a di që ka i të thonë ti, a di që ka dënë të bime e Allah, a di që ka i bjen kja, nuk o kjo punë e thjesht. Andaj çështja pse jena në musliman, nuk o veç thjesht për kasi individuale, për veti, jo s'është punë për veti, është rrënjë, është kulturë, identitet, i pashkputur. Nëse e ndan, krejt shkërmoqet, që mëntohet krejt. Andaj të ndërlodhë vëllezër, nuk duhet me kuptu këtë punë shumë thjesht, po shumë të komplikume dhe shumë serioze. Edhe në të kundërtën, çdo tendencë për më na zhvesh nga ky identitet me kuptu shumë serioze. Pikrisht edhe qysh e kanë cilësu njështë e meqëm venit osi për qarje, nëzitit të rejtjes, e shumë tjera që rajsht një nga ato mjaftë me kaldu se sa janë të rrezikshme tendencët e tilla. Pse jena musliman? Në kuptimin historik, kulturor, ka shumë përgjigje. Dhe ka kush jep përgjigje të tilla pse na vazhdojmë me ku musliman. Mirë po, në aspektin e përgjithshëm të ndërlozër, feja të ndërlozër nuk trashëgohet. Feja nuk imponohet. Feja është bindje, apo? Për shembull, dallimi mes të qenurit musliman edhe shqiptar është se shqiptar domthon ke lind, nuk mund të tërsosh. Mundesh me punu kundër popullit tënd, tradhtar me kon. Mundesh me punu shpërputhje me identitetin kombëtar, mundesh. Po s'mund të tërsosh, s'mundesh që krijeti. Për shembull, unë jam shqiptar, pe pranoj një kom tjetër, s'e pranon. Nëse ka historike, ka të kalum, pra të qenërit me prejardhje, me etni të saktuar, nuk ndërtohet në bindje, po ndërtohet në prejardhje. Natyrshëm që shte ka po zoti, apo? Për shembull, të ka bind dikush me kohë shqiptar, se ishe konë diçka të s'ka bind kërkush,
Dhe je I bindur se mirë je që je. S'ka nevojë për me bëj tjetër mohabet. Mirë po, feja është ndryshe. Feja kërkon bindje, kërkon diskutim. Nuk ka trashëgimi kjo, apo. Prandaj njëri e trashëgon fen nga të partë e tij, por pastaj për rrugë e rikonfirmon trashëgimin ose largohet prej saj, apo. Në bazë të argumenteve dhe bindjeve që arrin ai me I kuptu. Tash, na si musliman të ndodhëzër, nëse dëshurina me thonë, në kuptim të asaj, me testu qëndrueshmërinë e Islamit dhe ndërtimin e tij në argumente në prova, do t'jetë me të vërtet një rrugtim shumë I këndshëm dhe në fund me bindje të palkundme se nuk mundesh me kon tetë për asnjë musliman. Nëse do të me kon fetar, nëse do të me kon besimtar, nuk mund të jesh asgjë tjetër posa besimtar, musliman. Në besim të ndërlozër duhen me qenë mas pari 3 komponente të rëndësishme, të cilat dëshmojnë për saktësinë e asaj që ndërtohet mbi to. Një fe duhet me pas çka? Zot që beson të, apo duhet me pas një të dërguar që Zoti e ka dërguar me na dhon çat fe, edhe duhet me pas një libër që në atë libër janë të përmbledhura kush mësimet e fesë tonë. Këtë feti kanë qështu. Këtë kanë qështu. Nëse se s'ne marim nga këto, të ndërhozëm, dhe bëjmë krahasime, sa që është shkencë, krahasimeve meseve, komparacioneve meseve, që bën krahasime të vazhdueshme, apo. Në të gjitha krahasime që bëhen, jo pse na po flasim si musliman, por në gjitha këto 3 nivele kryesore, Islami del I pa konkurrencë në vëzëm. I pa konkurrencë. Mere besimin në Zotin Gjelle Gjelle. Pse jena muslima? Që unë po ju bëj një detyrë. Mos e merrim me detyrë, po flas si përgjithë shumë, domthon kush ka dëshirë dhe ka me shku për te I kësaj. A unë po ju kursej nga hulumtimet, nga se ato që po e përmeni, është e dëshmuar me 10 fakte në libra ku kanë vendin atje. Këso është vend ashtu për ato shpalosja. Në Kur'an, ne kemi një ajet, që është ajeti më I gjatë I Kur'anit, më I gjatë është ajeti I borçit, po ky është ajeti më I gjatë që flet për Zotin. Dhe kemi një sure më e shkurtër në Kur'an që flet për Zotin. Çto dyja? Me ajetin më të gjatë që flet për Allahun dhe kapitullin më të shkurtër që flet për Allahun. Me një anë, edhe unë ju ftoj botënisht krejt. Këtë librat në botë që janë fetare, të shpallura, të pashpallura, ka shku njeri, krejt që ka. Nëse ne sill dikush, që kjo është e guximshme, po e u them për me tregu pse jeta musliman, si jemi rastësisht musliman, ma sjell dikun, qoftë në Tevrat, në Injil, sot që është, libra tjera, dikun, që Zoti përshkruhet kush është, si kurse në ajetul kursi, ne hekim dorë për keqja po themi. Ma gjej një ajet si ajetul kursia, të sfidova që kënujmë na, gjeja, në 10 paragrafe, një ajet 10 paragrafe, sësli paragraf kallëzon për Zotin nga një mënyrë që të përmbush, edhe në fund të përgjigjen e duhur. E mrekullueshme, të ndërrozë veç qitë pjesë në surën Bekare, kuptën e drejt, ku të dëni shkani, me këtë dush bë debat, fitimtari je. Nuk ka në asë në liber që si rendit jetë si formulimi. Qëka Allahu thot? Allahu, kush është Allahu pra? Pyetje, Allahu kush është? La ilaha illahu. Allahu është ai që është vetëm një. Nuk ka Zot që meriton të adhurohet për saj. Pastërtia e njëshmërisë, kullëshmëria e besimit, apo, s'ka konkurent, s'ka rtak, s'ka kërkër, një, për një, që kjo besimi.
I besojmë se është i veçantë. I besojmë se nuk është i ngjashëm me të askush. I besojmë se është më i dijshëm, më i fuqishëm. Krejt na jemi të varur nga ai nuk varet nga askush. Që kjo besimi, se për tjerat pastaj kena tjera emna, ju Zot. Kena mësus, kena ortak, kena partner, kena më i vjetër, kena veteran, kena tjera emna, ama për Zot veç këtij bjen tamam. Veç Allahu ta zgjën atë. Nuk ka Zot që merret të adhurohet pas Allahut. Pse? Është i vetmi që merret të adhurohet El Hayyul Qayyum. I gjallë nuk vdes. S'ka prejardhje, s'ka fillim, s'ka mbarim. I gjallë s'ka tmeta. I gjallë nuk smuhet. I gjallë nuk lodhet. Ti e gjen librat e mëhershme. Padyshim pas ndërhyrjes së durrës njerëzore, se Zoti nuk shpall Allahu besotni dhe pallavra të tilla. Po ti e gjen librat e mëhershme që i atribuohen pejgamberëve se Zoti krijoi qetë dhe pastaj ul me pushu. Edhe atë ditë kur pushoi Zoti, pushojmë edhe na. Andaj kanë shpon ditë pushimi. Na kemi gjumon ditë më të madhe. Po kemi ju pse ka pushuar Zoti? Po pse atë ditë ka kriju? Ditë e krijimit të gjumoja. Andaj ne kena ditë të fesës pse ekzistojmë. Dhe Allahun e madhnojmë për atë që ati ta kanë. Zotë tjerë të pushojnë së është lëllë Zoti vetë. A kupton dallimin për në start? El Hayy. El Qayyum. Aje që mbanë gjithë shka, kur se manë ato apëto. Lexojmë librat e tjera apëto. Zoti që kishë nevoj për një gomarë. Wallahi, marë rëvjen me lezu apëto. Është librat e mëhershme. Dhe Zotit ju desh një gomarë. E të në këshirë kush ja fali një gomarë, Zotit me hypë në tonë për mesë të apëto. Së përmbushkja, atë përmbushkja, ti kërëdhen që Zotit që ti adhuran, sakrifikan për te, bindësh në ta, jenë gjendje me lonë, qëka të taj ketë mi bo, që kjo Zot të shti, normal si njeri besan të në fund tush. Ama u ladhë, fartë u ladhë dhe i vyken një magarë me i më ta ata. Që kjo të një, ata shtën besimin, dashnin, apo dhush, ja ma le, pun këtë. Normal, cëla reagimet Allah. Jena musliman që Zotit ju s'lodhët. Nuk mund të besojmë në Zot që hyp nga marë, s'mund të besojmë te, për që ata s'jena tjerë. Nuk mund të besojmë në Zot që lodhet, nuk mund të besojmë në Zot që kërkon këshilla nga njerëzit. E si t'ja bëj tani, tha Zoti. Që si t'ja bëj mara, po ti Zot tjetë që s'un vetë mu. Andaj s'un besojnë ty kur ti s'din, e unë të mësaj. Për që ata s'qëmë si ti, veç, për kur gjithë të tërë. Mund vë një Zot i cili është bi kulli shay'in alim, din gjithë shka. Ai din. Shpeshër Allahu thotë, Wallahu ja'lam, wa antum la ta'lamun. Ai din ju s'dini. E çështë kam qef me kon Zotit, çështë kam qef. Për sa të kam besu, se për me ditë vetë s'të besoj. I kry punë vetë, a çështë? Punë që dini i boti, ai pa punë ti ka bëti krija? Jo, i bëj vetë. E kur s'di me bo, po të thiri ty. Andaj të nëzër, për qëtejna muslimarë? Pse Zoti jonë që besojmë te, din gjithë shka, është i gjalli, gjithë shka buran për ti, aj mirëmban gjithë shka, nuk e mirëmban atë askush. La te akhudhuhu sinatun wala nawm, se ka kotja, e as gjumi. Që kjo Zot është? Ma gjej dikën pas Allahu që s'len, në tokë. Ma gjej dikën në tokë pas Allahu të cili, nuk e kap kotja. Po nuk ka, e për që ta, ajo është Zoti na e mirë, për që ta. Bësha. Ama til, kër lezëm për Zotin atje, ato fragmentet atje që ka, dhe ushtri pak të pëshën të Zotin. Ka flajnë. E ta është të menua, të ta që e dalë dikon fush atje, dikon gjelbrem të ashverës, të menush. Ka dalë, kër flenë Zotin, tani, kush e mon dilin? Kër flenë Zotin, kër Zotin së është prezent, qka bëva ki, Allah njëve? Së përmbush. Jena muslima për shkak se besimin Allahun xhallahu ala është ai që realisht është në përputhje me mendin, arsyen dhe natyrën tonë njerëzore. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fi s-samawati wa ma fi al-ard. E ti është keq çakon qiellin tokë. E ti është. Normal, çata Zot s'ka partner, s'ka ortak, si përzihet kërkosh. Si përzihet Zoti kërkosh? Nga se Allah thot, sikur ti ishin përzi Zotit, kish me gjetë hallakam kosmos apo. Një thot, për shembull, për shembull të ndër, vallai, që sot shkenca që është zhvilluar shumë,
Edhe ilhamni është përparim, është arritje njerëzore. Po fatkeqësia është kur hyjnizohet shkenca, bëhet fe. Edhe besojnë njerëz në shkencë si në Zotin. Atë shkenca s'përmbush, se ka këtë kompetencë. Shkenca sot të vëllezër, elementi kryesor që e bën shkencën sot funksionale, cili është? Është një element qaj bës me kun, s'ka shkencë. është një element qaj krejt është, që e mundësën funksionalitetin e shkencës arritjeve shkencore këtë botë. Cili është? Unifikimi i ligjeve. Allah ka bo ligje, apo ligje kosmologjike, ka bo ligj. Dhe këto ligje janë të pandryshueshme. Pana për shembull të vëllezër, kur është zbulu për shembull fluturimi. Apo a është zbulu udhëtim me aeroplan për shkak se u zbulu aeroplani, apo është zbulu fluturim me aeroplan për shkak se është zbulu ligji që e mban aeroplanin? Cila ka ndodhur apo? Ligji, vëllezër. Ligji. Kur na ka kuptuar që mund është mund gjithë me diçka, tani ato diçka marrim vetna, veç na vjen ligji. E ligjin që e mban aeroplanin kush e ka bërë? Ka zbulu njëri, po Allah ka bërë, Allah ka kriju. Allah ka kriju ligjin. Kush e ka kriju ligjin që e mban alijen me tonelata mi ujë, e ty s'mon? Kush e ka bërë atë ligj? Është një ligj. Apo që imponon të ndërtohet anija në formë caktuar. Jo gjithçysh, se zhytet apo. Bon i përshtatet ligjeve. Ekziston një ligj caktuar që fluturimit që nuk kupton si të më kon objekti i ndërtuar, në çfarë shpejtësie do të më udhëtu, në çfarë nacie do të më shku, këto ligje që ne i përshtatemi, po i kena zbuluar, kush i ka bërë? Allahu azza wajalla ka bërë. E tash përrejtë në lëzër, tash, të njëshmëria në Allahun xhallahu ala, realisht është begati për shkencën. Si kur të kishme pas ndërhyrjen e këto ligje. Paraj për shembull në Amerikë e kanë zbuluar ligjin e fluturimit. Kur vjen ka Europa, të ligje, bjen aeroplani. Se s'është ai ligji tjetër, a kish funksionuar tani jeta kështu apo? Apo kuptoni? Për shembull në kimi, element kimike që kanë zbulu, a ndërrojnë element kimike varet nga për shembull uji në Amerikë është H5Z, atëna është H3G, a këtë botën H2 vëlla. Uji, përbërja ujit, a që shtu? Kush e ka bo krejt uji në botë një me kon, kush e ka bo? Allah e ka bo. Pësa është një, e ka bo një ligj. Se kur kishme pas ma shumë se një zët, kishme pas ma shumë ligje. Se cili zët kishme përcaktu zonë në vetë, ku a im për në ligjit e veta. Prandaj, shkencat e ndërmëzër funksionë falë besimit. Nuk është shpërputën besimin. As besimin nuk e lufton shkencën, por besimi e mundëson funksionimin e shkencës. Edhe kur atëherë ata që zbulojnë ligjet shkencës, apo e mohojnë Zotin. S'pesh punë, a e mohana se manë problemi joti, ama ti ke mundësi me funksionizu këtë ligj, veç për shkak besimit në Zotin një hapën. Ndaj, për qëtëre muslimana. Për ta nuk besojmë se Zoti ka djallë, për ta nuk besojmë se Zoti lodhet, për ta nuk besojmë se Zoti Gjelle Gjelalu ka artak, ndonë pushtet me dikon të të, për që ta besojmë na qështu. Për qëtëre muslimana. Veç me Allahun sa ka me kalëzu, kush është Allahu Gjellewala. E diri në fund të ajetet të kusis. Kul hu Allahu ehad, thuj Allah është një, Allahu samet, ka jetë ka nevoj për Zotin, a i s'ka nevoj për kërkam. Pa i shtakun besuse, që që Zotin vidom. Lem jelid, o lem jullet. Nuk e ka lind asken. Zoti ju nuk lind, dikën, s'mut me lindaj. Nga se lindja është mangësi. Për njerin është ndihmes. Po ne e sen të nëllëzër, pse i duhet njëri thmita, thot? Po duhet për më shtu loje, minimu, për më... Normal, thmija është një interes prindit, po. A është për krahje, a është forës për të, po. Ty të vynë, po. Se ti ki mangësi, plëtsosh me lojen tënë. Zotit, si duhet?
Andaj lem jelit. O lem jullet! Asë nuk është linur, s'ka mundësi me bartë Zotin barku i nonës. Se ka logjika këtë në lëzëm. Se pa mundë s'më është. Me linë Zoti. Ose për shembull çysh edhe kanë përmerë ose tjera. Pse ka ardhur Zoti në tokë? Për shkak se gjunën e ka bo baba Ademi Alisa. E ky gjuna ta shëvu. Këtë në qafë neve gjunoj Ademit esëm. Ërdash Zoti me që djallën e vetë në tokë, me shkel njerëzit në tokë, me kryqu që mja falë Zoti gjunojnë njerëzve që baba e ka bo. E pse si u falë ke pa që djallën heqë Allah, pëse me kem ja u falë? Apo? Pse duhet me u që djallën, pse? A kuptani? Andaj s'moj me konë kështu, s'moj me konë, se në shpërputhje me logjikën temë, se pranon mendja em, në të shmëria em se pranon. Në të shmëria em që ka pranon? Pranon që unë kur bëj gjuna, jam i mangët, kom problemet e mija, e kom një zot që ai s'ka meta, i thënë falë me ti, pa i kalzu këti pëse kom gjuna unë apëm. Që kjo privatësi mu më bënë me pas bindje në Allahun të barë të la. Andaj, veç elementin e parë të Zotit me marë të dhëzër, përgjigje është që pse jena musliman, kalzoj atë të kosin, për shtatë. Pse jena musliman, kalzoj surën Ikhlas, për shtatë. Pastaj mere librin, Kur'anin, të dhëzër. Libri që më pas. Çka ka libër të në Kur'an? Shpejtë në ndërlozër. Të gjitha përpjekjet, për mja dhonë një kuptim zbritjes së Kur'anit, kuptim i cili e zhvesh nga burimi hyjnor Kur'anin, të gjitha tendencat janë qesharake, të mangëta dhe të dështuara. Çka po do të thonë? Kur dënë, për shembull, kushtimisht, ka ndodhur një ngjarje në Skënderaj. Një njeri e ka shkel kjerri. Zoti na ruaj, e ka shkel kjerrin. A është ngjarje? Po. Policia kur vjen me botash rastin, e këshyr veç njërin kur e mbasaj e kupton krejt zhvillimin, apo duhet krejt detalet e zhvillimit me pas parasysh në fund me bo një raport çka ka ndodhur. S'mosh veç në bas njërit kur me kallzu çka ka ndodhur. Po dush me kallzu vendin, rrethonat, shpejtësinë, gjendjen e vozicit, se som ekspert po disa rrethona i dim apo përgjithësinë e kalimtarit, a ka kalu në zebra apo dikun tjetër, nështë ka hyrë në kohën kur ka pas me kalu makina, nështë krejtë me parasysh, në fund që të kompletot verzioni. Apo kuptoni? Çfarë po do të thonë? Tash na po dëna me çto standarde, po dëna me analizu Kur'anin. Kur'ani i ka disa versete. Ka në qëtë ku, gjendja njerëzve u konë qështu, njerëz kanë di që kaq. Ai njëri që e ka pru Kur'anin, kushtimisht për dhe, apo ka di që kaq, që kjo u konë qështu. Kur'ani flet për të shkenca, për të njohuri, për të sene. Kur këtë që to i merë për asyshë, rrethonat, kohën, situatën, mundësita asoj kohë, njerëzit, për mbajtjen e Kur'anit, çfarë raportin fund mundsh me thonë? A mundsh me thonë raport të fund? Mas keq të merë thonave, me thonë që kjo në fund në basë studimeve tona të situatës në teren, në dhe se Muhamedi e ka shu. Wallahi së mundesh. Veç nëse gënjen ato. Nuk mundesh, Allah. Nuk mundesh. Pra ose kime pas qasje gjysmake ka shi Kuranit, gjysmën e rrethonave kur ka zbrit i njëran, kështë spidin, ose kime gënjy, ose kime u gjynzu. Me thonë që sa shpe njërit kjo. Ska mundësia më. Andaj edhe, atë libën që e keni, donë Kurani Mahnitshëm të Gary Miller, ka qenë misionar ka qenë. A i ka shkone për venet muslimanve, mi u ka dhu që kitë pytën pse një musliman, gabim, e keni kuptu. Duhet me bu pytën pse nuk bën me konë musliman. Që kjo ka misionetina? Misioneti ka qenë mi bit njerë pse s'bën me konë musliman. E ku dhe ta e ligjevatës tonë? A i thot, sarë këm shku dikon në venet muslimanve, problemi kryesor në kontestimin e besimit të tyre, besimtarët musliman, ka qenë Kurani. I pakalushëm.
Problemi i dalë për para. Ky vetë thot. Edhe ka marrë pushim 1 vjetor. Pushim pune. 1 vjet, ju ka thonë grupit vetë, unë du me studiu këtë libër, me a gjetë gabimet, të metat, që kur shkojna në venet caktuara, të kallëzojmë për të metat. 1 muj ditë, të ndëzë, ka fillu, mas pakua as 1 vjet si është dashtë, cile ka qenë përfundimi. Ama kur i ka marrë këtë rëdhën parasysh, Muhamedi ku shokon Alisa, familja ti, sa ka ditë, e mundësit, populli ti, njerëzit në atë kohë sa kanë ditë, për çfarë tema Kurani flet, e kështu me radhë, ka dalën përfundim se kjo është Kur'an i mahnitshëm, këtë mahnit, këtë lënë pa me, dhe të pa mundë shmë ashtë. Edhe bjen argumente logjike, wallahi, jo të Kur'anit, jo, logjikisht, logjika e me, domthonë njerëzore, arsyeja e shëndosh që nërëzë se Kur'ani është libri Allahut azza wa jalla. Përmend edhe, domethënë, aspekte ekonomike, ushtarake, forma ndryshme ato. Andaj pse na musliman? Për shkak se libri është Kur'ani. Kur'ani nuk lën me kon diçka tjetër. Wallahi, nuk lën. Çfarë më bë? Çështë ka qenë i fortë shumë bins, shumë i vërtet. S'ke çka marr. Jena musliman pse Kur'ani s'lën me kon tjetër. Fjala Allahut azza wa jall. Dhe e treta me përfundu se kjo është temë e gatë, po. Jena musliman për shkak se shembull e kena shumë të kompletuar. Muhamedi ne son ai që e studion jetën e pejgamberit ton, veç pak një piti, nuk lë me shku dikun të tërë. Jo jashtë o burrit, kështë dhe shpreje, pas në barë s'len me shku as të Isa, as të Musa, po s'ta jashtë. Dhe veç të unë keni madhë. Se ka thonë pejgamberi son, me pakon edhe Musa gjallë, edhe Isa e son gjallë, e ata të nishin alëm, s'kam pas ku me shku alëm. Qëfar figure kena natë në dhe për mëvëlesë? Qëfar figure kena? Shiko për shambull, veç një element për e përmeni edhe për shkoj ka përmbyllja. Këto fakte kuna i përmendin, të s'jën fakte për shambull që po dhe mirë. Jo, së kjo po dhe mirë. Po, një fakt nga to që ne i përmendin, apo, me pa pas dë tjerë, që këshim bëvë. Do në si shë natë e ditë, ta këshim përmendë se, qëre, na kene me bëllëk, sa të dushkin. Andaj, na du të mundi krenar, të përmbushur në kuptim fetar, adhurur të zellshëm, në raport me Allah që na ka ndërru në këtë fe. Të ndërrozën gjatë historisë, janë studiu njerëz të ndryshëm, veçanërisht njerëz që kanë në gjurë, në dihet historia, ngjarje, zhvillimet, apo ka libra për shkak për një njeri. Po gjitha këto libra që më shu për njerëz e mëdhaj, pavarësisht pse janë të mëdhaj, kanë lënë gjurmë, kanë pas dikim njëtë njerëzve, gjitha këto libra, gjitha këto studime, është që përmendin aspekte të selektuara të jetës së tyre, caktuara, jo këtë tjetër. Njeriu i vetëm në sipërfaqen e tokës, nga Ademi ditë e gjykimit, që çdo detaj i jetës së tij dihet, madje edhe aspekti intim e privat, e i vetmisë, e gjithçka dihet, është përcjell 24 orë. Madje edhe kur nuk është përcjell, Zoti ka shpall çfarë ka bërë. Gjitha këto janë të ekspozuara, gjitha këto janë studiu, dhe pastaj kundërshtarët nuk kanë pas mundësi me atë që është thënë për te, me transmetimet sakta, me e kundërshtu dhe me kontestu pejgamberin e tij, për atë se me shpifje dhe me gënjeshtër. Mos s'ka ndryshe. Duhet me rajt për to, s'ki çka i bërat. Nuk i qeve. Njëri nga kundërshtarët e tij në Mekë, Utbe ibn Rabia, e ka pa që kësaj fjale nuk i dili për para. I ka thonë Kurejshve të Mekës, ka arë ka ngu Koranin, ka shu tek Ebu Lehebit, e kundërshtarët e pejgamberit në Mekë. Ka thonë, innehu le ja'lu, wa la ju'la alejhi. Është një fjallë që dominon, që të ndygoj, nuk dominohet. Është një fjallë ka thonë, wa inne lehu le halawe, e ka një umëlsi,
ka një ndikim, zi që shumë i kalzu. Kur i kalzu, e Lehebit. E ata i ka unë, të pas ka prek me magji, me keqment, të pas ka pagu, ato të paketuar ato shpifjet. Këtë është për me kalzu që shëmbone si aj, sumlena më shajse, normal, ka qenë cenimi i autoritetit ti me thonë që i ka ndiku pejgamberin, e ka shku të shtëpia e tij, ka menu se ka pas autoritet. Që ka me i thonë diçka që, domethënë, njerëzit ikin për tina. Para no, u shku në shtëpi, se s'ka çka thot. Mi thonë, ka thonë, çështu transmetimet e sakta që edhe ai vetë i ka përmend. Ka shku në shtëpi, ka menu, ka thonë, me i thonë magjistar, po sa be magjistar, që s'u i thonë apo Allah. Me thonë i çmend, po çfarë i çmendmi? Na ton këta të mëshëm s'u mitoni përpara. Mi thonë kështu, mi thonë ashtu, s'ka që ka mi thonë, usi, fa inna u fekkere vë kadder, fekkere vë kanë surën më detir. Allah hëtë, mena e kalkula, mena. Në fund ka thonë, inna u lesihrën njëthër. Ka thonë është një magji e veçan që len gjurën që të sedinti, një fa bakteri e hala e pas zbulu me, jem të e zbulu, po mësë nga një se është një bakteri që është ka ju helban men të ju. Qatë bakteri hala të priti i natëm. Kur zbulu hala se ka. Apo, as kur s'ka me zbulu. Pra e të ndërozër për ishtenë musliman, se kemë njërë që janë përpjek e tentu nga gjithë anës, e këto që apo flasën, këtë të përgjishme, këtë vjen tituj, vallaj, tituj, që kanë to në spjegime të ndërozër. E mos të asën për bukurinë e adhurimeve. Veç namazi është përgjigje pëse në musliman. Vepse e kena namazin, mënyrën e veçant e komunikimit me Allahun, një përsosje shpirtërore, një komunikim i veçantë me Zotin, një përullje, një ushqim i veçantë, të jap me kodë pse na musliman. Agjerimi jonë, çdo ibadet merre, të veçantë jemi. Vlera tona si musliman, vlera tona që ne përfaqësojmë dhe besojmë to, edukata, sjellja, mirënjohja, respekti, ku i gjonën në Islam? Ku i gjonën në Islam? Ku i gjonën? Ku e gjente që respekti i prindit është me njërë mas autorimit e Allahut Azza wa Jall? Ku e gjente? Ku e gjente që xheneti është te kom të nonës? Ku e gjente? Ku e gjente atë që baba është porta kryesore e xhenetit? Ku e gjente? Shiko ata që se kanë këtë tekst, s'ka bën me babën më nonë. Këshyrën e ku i qojnë? Kështu çka bën me ta anta? Dhe të ndërruzë, na jemi ndërum. Çka thot Islami për mirënjohjen atë? Që dikush ka kontribuar ka dhënë. Shiko ku ka për mirënjohjen ndaj çdo kujt që ka kontribuar. Nëse nuk jeni mirënjohës ndaj njerëzve, nuk do të jeni ndaj Allahut. Pana më lyen ndaj Allahut lidhet me mirën ndaj njerëzve. Besimin në Allah na mëson me udit të gjithë që kanë kontribuar, kanë dhënë, kanë ndihmuar, madje edhe nëse janë muslimanë. Madje edhe nëse janë muslimanë. Ne përshtaj musliman, se mëson me adit çdo kujt që më kanë ndihmuar, më gjinete, kur mos me kon buk për mësës, mos me kon mashtrues, mos me kon tradhtar. Po e konsideron aktin më human jetën time kur unë në emrin e Zotit e mbroj vendin tim, e do bëj armikun për vendin tim apo. E përshtaj musliman, e përshtaj kemi qenë musliman gjithmonë. Pse ka kultivuar Islami bujarin të na, besën, emanetin, përgjithësinë, vëllazëllokun, kushillokun, këto që jemi përmendëm me to. Ku i kemi marrë? Te që kjo sofrë këna hongër, qëtu këna hongër bukë? Te sofra Muhammed s.a.s. Përdaj e ti me qenë të tjetën në dërgozër. Përdaj, ka shumë aspekte të tonë që janë përgjigje, praktike, teorike, direkte, indirekte, konkrete, e kështu më radhë në pyetjen pse jemi musliman. Përdaj, të ndërgozër, përmbyllë dhe kekso qëtësika. Kekto që i tharë, vëllaj, jenë veç freski e shpirtit. Ska dhe që ka nësha 3 qirë këni një të që jam. Shumica për isaj. Veç një freski në këtë verë. Veç një takim vllaznor që t'i shkëmbim disa përjetimet këndshme për fejnë tonë. Apo? Se asë kush nga ne se ka as ren, as men me kontezu pëse në musliman. E dim shumë i pëse në musliman. Mirë po, aja që duhet me në blengos është të ndërlëzën sa jena musliman. Jo pëse jena musliman. Do sa jena musliman, nga se e kuptum se për qenë musliman që e ka shumë e mirë, për njerëzit, për shkencën, për venin, për gjitha, e ta shpytja është me që Allah më ka ndaru mu, tjem, une, pjesë e këti besimi.
Gjitha këto vlera, sa e muslimanu, sa e rigati besimit, sa e rruj Zotin tem, sa e adhuroj Zotin tem, sa e dëgjoj Zotin tem, me qenka pejgamberin figura më e ndryshme e historisë, sa e pasojnë e pejgamberin tem alayhi salatu wasallam. Me qenka namazi, me të vërtet një kombinim mahnitshëm i adhurimeve që e ushqen shpirtin, sa e falë namazur, me vlera, me sfeme që ka fe vlerave, sa kam përrecu nga këto vlera praktikisht, që kjo më prej nga jonë, që kjo e tema jonë, sa jena musliman, sepse jemi e kena dhonë përgjigjen gjithmonë, edhe sa po në vesin për ju japën përgjigjen, dhe të në vesin e për të këna mjë thonë, jena musliman 95%, a jena qështu, edhe kur të në vesin, a jeni o për të këna me më po jena brebur, e të këna me vërdu me thonë gjithmonë, dhe gjithë këna thonë, edhe me push, kur në kanë shty me ndru fin, se këna ndruave. Edhe ka raste dhe në për Kosovë, varët e njerëve që s'kan pranu me ndruave, po kanë me të besimtar, janë djegë, janë vra, janë përshkatu, po s'kan dosh me kondryshe. Për në ma te këna dhonë përim në këse punin, në këj popë, ma te ka dhonë këta po. Mirë po, tash betejën e që të vazhdim tutje me këtë islam, me këtë kultur, me këtë identitet, që është pjesë e identitet tonë, si kërë se përmena, dhe të manifestojmë në shërbim të asaj që i bën dobi venit tonë, të ardhmës tonë, përmirësimit të gjendjes tonë, afrimit mes nesh, pajtimit, lalimit të urrejtjes, përçarjes, e formëve të shumta të shturës, e deformimit moral, që të ruajmë familjen, shoqërinë, venin, në frimin asaj që ta ka mësuar Allah dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Allah na përmirësoj gjendjen tonë, Allah na ushqeft zemrën me bindje, na shtoft Allahu për kushtimin edhe na fuqizoft Allahu për katësin në këtë fe, e na mundsoj që të jetojmë si musliman, e të vdesim si musliman, e lutoj Allahun që Zoti na shpërblen për këtë sakrificë, edhe për këtë kontribut, edhe pse në raport me Zotin është shumë modest, shumë i vogël, po tek Allahu xhallahu ala shpresoj që të shpërblehet shumë. Zoti shpërblet ne për vëmendjen, për mundësinë, është sprovë me folë për këtë temë kaq të madhe, me një kohë të kufizuar edhe me tema, por shpresoj që spaku zemrat freskëfohen, bindja shtohet, edhe dashnia mes nesh kultivohet në takimet e kësaj natyre. Falënderit ne kryetar, hoxh Berat, gjithë juve general, Allah e shpëlbeft, mu takosh me të mira Zotin nderoft, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman kathira.